Maska me vezë që u heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Të verdhat e vezës duhet të jenë baza për maskën ushqyese për lëkurën. Edhe tradita të ndryshme të lashta kineze, egjiptiane dhe arabe kanë përdorur vezët për këtë qëllim, sepse ato rikuperojnë, pastrojnë, i ofrojnë shkëlqim, rinojnë dhe natyrisht zbusin rrullat e lëkurës. Maska të tilla mund të realizohen në kushte shtëpie për të ndihmuar në dukjen më të bukur të shëndetit të saj. Bëni një qullë të veçantë me lëng portokalli dhe miell. Përzieni me të verdhën e vezës në mënyrë që masa të mos jetë shumë e trashë, por të përhapet bukur. E aplikoni në fytyrë, në qafë ose edhe në pjesën e dekoltes para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por edhe në duar, e mbani për 40 minuta dhe më pas largoni. Maska e shpejtë për lëkurën e yndyrshme. Rrihni të bardhat e vezës derisa të bëhet shkum. Shtoni një lugë çaji lëng limoni dhe i lini të qëndrojnë përpak së bashku. Shtrydhni lëngun e gjysmës së kivit dhe fërkoni mirë mbi lëkurën e fytyrës dhe në qafë, sigurisht pas qërimit. Kur lëngu i kivit të thahet, aplikoni të bardhën e vezës të rrahur në mënyrë të barabartë në lëkurë dhe e mbani për 20 minuta. Lajini fytyrën me ujë të ngrohtë dhe më pas me të ftohtë. Kjo maskë do të shtrëngojë, do të zbardhë lëkurën dhe do të shmangë poret. Mask peeling kundër pikave të zeza. Përzieni një lugë me krunde me të bardhën e vezës së rrahur dhe aplikoni në fytyrë. E lini të thahet mirë. Filloni me lëvizje rrethore ta fërkoni masën derisa të hiqni nga fytyra. Më pas e shplani atë me ujë të vakët dhe më pas me ujë të ftohtë. Kështu rezultatet që do të keni në lëkurën e fytyrës suaj do të jenë vërtet fantastike. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska edhe për fytyrën. Ajo është plot me proteina dhe e le lëkurën të butë dhe të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, për të tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe për të lehtësuar acarimet e tyre. Këto receta në këtë video do t'i japin rezultate fantastike për shëndetin e lëkurës. Maska e thjesht me të bardhën e vezës dhe kos kërkon këta përbërës. 2 të bardha veze, 2 lugje dhe kos. Ndani të bardhën e vezës veç dhe vendosni atë në një tas. Shtoni 2 lugje dhe kos dhe përdorni duke i përzierë së bashku. Përzierjen e vendosni në fytyrë. E lini për disa minuta dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë, më pas me një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për pastrim të thellë. Për këtë maskë keni nevojë për këta përbërës: një bardhë veze, një lugje dhe argjil, një lugje dhe mjellmistri, një pikë nga vaji juaj i preferuar esencial. I përzieni të gjithë përbërësit në një tas dhe vendosni përzierjen në fytyrë. E lini atë sa të thahet dhe më pas e hiqni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse me limon dhe mjaltë. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur me puçra, por edhe për çdo lloj lëkure tjetër. Ka nevojë për këta përbërës: një të bardhë veze, 2 lugje dhe mjaltë i rrjedhshëm, 4 lugje dhe lëng limoni, 3 lugje dhe kos, dhe filloni përzieni përbërësit së bashku dhe më pas e vendosni maskën në fytyrë. E lini për 15 minuta dhe më pas e lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në 1 javë për ta përdorur sërish. Maskë shtresëzuese për fytyrën. Për këtë keni nevojë që ta aplikoni këta përbërës: një të bardhë veze, gjysmë lugje gjedhe vaj ulliri, një lugje dhe miell, një lugje dhe sheqer kaf dhe një lugje dhe qumësht. Përzieni përbërësit mirë dhe vendosni maskën në fytyrë duke e shpërndar me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë duke e pastruar atë. Shtoni më shumë sheqer nëse doni një pastrim të thellë. E lini maskën në fytyrë për 15 minuta përpara se ta pastroni. Pas pastrimit mund të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brendave në fytyrë. Maska për tonifikimin e fytyrës. Vendosni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndjeni sikur po ju ndodh një ngritje e vogël e fytyrës. Poret tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj më e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske përdorni një vaj për fytyrën ose hidratues. Përbërësit që u duhen për realizimin e kësaj recete janë: një të bardhë veze, siguroni që veza të jetë shumë e ftohtë, një lugje dhe mjellmistri.
Rrihni këto përbërës me një piru derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme. E vendosni përzierjen në fytyrë dhe e lini që ajo të thahet. Përbërja është shumë e rrëshqitshme, prandaj mund ta vendosni maskën në fytyrë dhe duhet të qëndroni shtrirë. E lini të thahet dhe më pas e shplani fytyrën. Në fund të aplikoni një hidratues për fytyrën tuaj. Maska për fytyrën me miell tërshërë dhe kos. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet të lëkurës dhe është shumë e thjeshtë në përgatitje. Ajo do ta pastrojë dhe rigjenerojë lëkurën tuaj. Këto maska në fytyrë me kos janë shumë më të mira për lëkurën e shpërsuar, të djegur nga dielli ose të acaruar. Nëse keni një fytyrë të yndyrshme, shtoni disa pika lëng limoni. Për lëkurë të thatë, shtoni disa lugë gjedhe me mjaltë. Përbërësit që duhen janë një lugë gjedhe miell tërshërë të bluarimet, një lugë gjedhe kos, disa pika mjaltë. Në një tas të vogël lidhni miellin e tërshërës dhe kosin dhe i përzjeni së bashku. Ngrohni disa pika mjaltë. Për ta bërë këtë, ngrohni një lugë duke vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas shtoni disa pika mjaltë në lugë. Shtoni mjaltin në përzierjen e kosit dhe miellin e tërshërës. Vendoseni maskën në fytyrë, e lini për 10 minuta dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas me një leckë të ngrohtë dhe më pas aplikoni hidratues. Maska e fytyrës me kos për fytyrën e djegur nga dielli. Kërkon këta përbërës: një filxhan kos natyral, gjysmë filxhan miell tërshërë ose bollgur, disa pika mjaltë. Përzjeni përbërësit së bashku, e vendosni përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10 minuta. Më pas e pastroni fytyrën me një leckë të ngrohtë jo shumë të nxehtë. Maska e fytyrës me kafe dhe kakao. Maska e fytyrës me kafe dhe kakao është një prej më të preferuara për bukurinë. Ky kombinim ul entjet e fytyrës dhe rrafet e syve, e bën lëkurën më të shëndritshme dhe zgjon natyrën dhe gjithashtu i jep një çerë më të zbehtë fytyrës. Kjo maskë jep rezultate të mrekullueshme pavarësisht të llojit të saj. Kërkon këta përbërës: 4 lugë gjedhe kakao plur, 4 lugë gjedhe kafe e bluar, 8 lugë gjedhe kos, 2 lugë gjedhe mjaltë. E përzjeni së bashku dhe aplikoni atë në lëkurën e fytyrës. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. E bardha e vezës në kombinim me mjaltin mund të japë rezultate mjaft të mira në dukjen e lëkurës suaj. Ju duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjedhe me kos. Mund të shtoni edhe pak sheqer kaf. I përzjeni së bashku përbërësit derisa të formohet një masë homogjene dhe masazhoni butësisht fytyrën për 10 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Kjo maskë me të bardhë veze është shumë më e mirë për të hequr qelizat e vdekura dhe papastërtitë nga fytyra. Njëkohësisht ushqen dhe hidraton lëkurën duke i dhënë më shumë shkëlqim. E bardha e vezës me miell tërshëre. Ju duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjedhe miell tërshëre. I përzjeni bashkë të dy përbërësit derisa të formohet një masë homogjene dhe e lini në fytyrë për 20 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. Pas kësaj maske, do të duket sikur sapo keni dalë nga takimi juaj me estetistin, sepse kjo maskë është efekt lifting anti-rull dhe mund të bëhet në mënyra të ndryshme. E bardha e vezës në kombinim me lëngun e limonit mund të japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj, citon eksperti. Për këtë maskë do ju duhet një e bardhë veze dhe 2 lugë gjedhe me lëng limoni. Shtoni edhe pak mjalt nëse dëshironi. I përzjeni bashkë të 3 përbërësit derisa të formohet një masë homogjene dhe e lini në fytyrë dhe në qafë për të paktën 30 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Kjo maskë do ju ndihmojë të eliminoni njollat kafe në fytyrë, mbylljen e poreve dhe ushqimin e lëkurës. E bardha e vezës në kombinim me uthullën e mollës gjithashtu mund të jetë një recetë mjaft e mirë. Për këtë ju duhet një e bardhë veze dhe një lugë gjedhe me uthull molle. I përzjeni bashkë të 3 përbërësit derisa të formohet një maskë homogjene dhe lini në fytyrë dhe në qafë për 30 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. Kjo maskë do ju ndihmojë në eliminimin e papastërtive të fytyrës, njollave kafe, mbylljeve të poreve dhe heqjen e rrullave. Dhe kështu do të arrini të realizoni recetat që ju duhen për të dukur më të bukura dhe mbi të gjitha të mbroni shëndetin e lëkurës suaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.